Të dashur shqiptar, ky është shqiptari i vërtet. Mendja e tij është gjigande. Shqiptari është i aftë të flasë të gjitha gjuhët e botës. E gjithë bota flet shqip. Dhe këtë do e vërtetoj sot me fjalën e bukur arbëreshe shem. Çdo thot shem. E pra, asnjë shqiptar nuk e di çdo thot shem. Ekziston vetëm në arbërisht. Dhe po ta pyesim robotin, robot çdo thot shem, roboti do të thot, kjo vjen nga fjala italiane scemo. Në gjuhën arbëreshe është mbiemër, ndërsa në gjuhën italiane është emër. Po si u bë emri mbiemër në gjuhën arbëreshe? Ja t'ju a them në italisht. Non chiamo scemo quello studente. Mos e thrit këtë student shem, do më thënë budall. Në gjuhën shqipe kemi fjalën budalla që vjen nga turqishtja që arbëreshët nuk e din. Pra edhe shqipja është e vëgjitëruar. Duke ndetur në Shqipëri është e vëgjitëruar. Ka humbur tiparet e saj ilire pellazge. Ndërkohë që edhe arbërishtja ka lëvizur nga Morea e Greqisë, janë përzënë si e vëgjit për në Itali, dhe atje është e vëgjitëruar edhe ajo. Po të paktën ata kanë lëvizur nga Morea, dhe në Itali, shemo i thonë budallit, dhe përdoret pra si pjesë e predikativit në anglisht, duke sigurisht mbiemër, kur flet në italisht, por është emër. Pra, shqiptarët, duke përdorur këtë nga gjuha italiane si pjesë të predikativit, ata kujtojnë se është mbiemër dhe kanë kthyer në shem. Budall, sheme është budalle, një grua sheme. Mos është kjo origjina e fjalës shemër, rivale në shqip, më thoni, sepse Qeremçabej e nxjerr shemër nga gjuhët slave. Po mund të vi nga italishtja, budalle. Është një shemër. Një lloj si në gjuhën arbëreshe, purdhar është një njeri që lëshon pordha. Edhe shemër është një budalle në shqip. Po më thoni ç'a mendoni ju? Vjen fjala shemër nga gjuhët slave? Sepse në gjuhët slave, kjo është shjabër, është origjina e fjalës gjoja serb. Shjabër do të thot në gjuhët serbe dhe në gjuhën polake komshi. Ky është shjabër. Dhe nga fjala shjabër pas ka dal fjala shemër. Mua më duket se fjala shemër do thot budalle. Vjen nga sheme, idiote në gjuhën arbëreshe. Një shemër është një gomare. E kupton? Nuk vjen nga gjuhët slave. Ky është mendimi im dhe më lindi gjatë regjistrimit të filmit. Sheme është budalle, është e sigurt. Sepse kështu është dhe në italisht. Dhe shem në gjinin mashkullore në italisht është shemo. Idiot, budall. Tani, më thoni nga vjen fjala shemo e italishtes. Më thoni, ata që din italisht. Kërkoni në përfjalor, vendoseni si shpjegim poshtë filmit, këtë fjalë të bukur pellazge. Dhe tani, dua të them që fjala pellazgji është përdorur e gjetur në pllaka vetëm në Larisa. Asgjë kundi tjetër. Dhe nuk vjen nga fjala pellgë e shqipes, por sudja është një sheme në gjuhën arbëreshe. Dhe asaj duket fjala pellazgjia nga fjala pellgë e shqipes. Oj sheme. Ta shikojmë se kush gjetur fjala pellazgji, moj sheme e bukur. Të dashur shqiptar, zoti Qeremçabej ka bërë fjalorin e etimologjisë së gjuhës shqipe pa ditur asnjë gjuhë të huaj, vetëm pak gjermanisht. Niveli i tij gjermanishtes është si niveli sot i shqiptarëve në shkollën e mesme. Ai sa din ata gjermanisht, aq din edhe Qeremi i shkret.
prandaj nuk ja vëm dot fajin atij që e nxori fjalën shemër nga fjala sjabër e serbishtes. Dhe tani duhet ta shikoni që fjala pellazgjia është gjetur 23 herë. Është gjetur në Atika, pelazgioton në gjinore shumës. Pra, nuk ekziston në shqip kjo formë kur. Kështu janë emrat e qyteteve lire në gjinore shumës. Është gjetur në Elis, qytet grek, Pelazgos, dhe është varianti mashkullor, Ho Pelazgos. Është gjetur në rasën gjinore, Pelazgu, në Delfi. Është gjetur përsëri në rasën gjinore, Tu Pelazgu, prap në Delfi. Është gjetur prap Pelazgiotes, grua Pelazge, zbulimi im, në Delfi. Është gjetur tek Thesalia, pranë Selanikut të sotëm, Pelazgidi ose Pelazgidi do të ishte në gjuhën greke të sotme. Pra është në numrin shumës. Është gjetur gjithashtu Pelazgiodos në Thesali, në Larisa. Të dashur shqiptar, fjala Pelazg nuk vjen nga fjala pelg, që do të thotë pelg, dhe vjen nga greqishtja Pelagos, që do të thotë det. Por Pelazgioton është emër tjetër, nuk ka lidhje me fjalën e detit fare. Është gjetur në Atika, është gjetur në Elis, është gjetur në Delfis, është gjetur në Delfi, prap në Delfi, është gjetur në Larisa, është gjetur prap në Larisa, prap është gjetur në Larisa, në Greqi. Prap është gjetur në Larisa, në Greqi, përsëri në Larisa, në Greqi. Prap në Larisa, në Greqi. Është gjetur në Larisa, në Greqi. Është gjetur në Larisa, në Greqi. Është gjetur në Larisa, prap në Greqi. Është gjetur në Rodos, në ishullin Rodos. Është gjetur në ishullin Kos. Prap është gjetur në ishullin Kos. Është gjetur në Patos. Është gjetur në Efesos, në Azinë e Vogël. Prap është gjetur në Ionia, në Azinë e Vogël. Përsëri në Efesos, në Azinë e Vogël. Përsëri në Efesos, në Azinë e Vogël, dhe në fund fare në Myzia, në Azinë e Vogël. Pra, nuk është gjetur asnjëherë në Iliri, kur, dhe as në Epir. Tani kuptuat se përse shqiptarët nuk kuptojnë gjuhën arbëreshe. Arbërishtja ka ose fjalë greke ose fjalë italiane. 90% e fjalorit. Gjuha shqipe ka ose fjalë serbe, ose fjalë turke, ose fjalë italiane. 99% e fjalorit është shqipes. Pra nga dolën këta pelazgët, gjuha shqipe është e vgjitëruar në Shqipëri, më keq akoma. Gjuha arvanitase është e vgjitëruar në Itali. Shumë keq, por të paktën mund të justifikohen sepse janë shpërngulur nga rrënjët e tyre në Moreas, bimë alkolike greke për të prodhuar verë të fortë. Moreas, zbulimi im. Pra, të dashur shqiptar nga e bukura More, ju flisni gjysëm italisht, gjysëm shqip, dhe shqiptarët nuk ju kuptojnë fare. As ju nuk i kuptoni shqiptarët. Fare, bëni sikur i kuptoni, lëvizni kokën, s'merrni vesh asnjë fjalë që themi ne, sepse ne flasim gjysëm serbisht, gjysëm italisht, ndërsa ju flisni gjysëm greqisht dhe gjysëm italisht. Si do merremi vesh me njëri tjetrin, arbëreshët dhe shqiptarët? Çfarë identiteti kemi neve, të dashur shqiptar, të dashur arbëresh? Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, shem budall në arbërisht, sheme budalle në arbërisht. Por budall është në shqip nga turqishtja. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor, të dashur Pelazg.